Përshëndetje të dashur miq, në këtë video do t'ju tregojmë recetën e përsheshit të vitit të ri, që si vjet e kemi përgatitur me rost. Fillimisht do bëjmë kulaçin. Nuk e di për ju, por nga anët tona ne e kemi tradit që kulaçin e përsheshit të vitit të ri ta bëjmë gjithmonë me miell misri. Megjithse unë i shtoj shumë pak miell gruri. Kjo e bën kulaçin më të butë dhe më të pëlqyeshëm nga të gjithë familjarët. Kemi përdorur 400 gram miell misri, 100 gram miell gruri, i siti mirë. Tek mielli përzijem 1 lugë çaj me krip dhe 1 lugë çaj me sodë buke. Do hedhim 2-3 lugë vaj ulliri dhe brumin do ta zëm me ujë të ngrohtë. Nëse kulaçin do ta bëni me miell misri, është mirë që uji të jetë gjithmonë i nxehtë. Konsistenca e brumit varet nga preferencat tuaja. Unë preferoj që ta bëj gjithmonë pak të lëngshëm, sepse edhe kulaçi del më i butë. Ena ku do ta hedhim, do ta lyejmë mirë me vaj ulliri dhe furra duhet jetë e ngrohtë para kohe, të paktën 5 ose 7 minuta para se ta vendosim për të pjekur kulaçin. I bëj një dekor të thjesht me majën e pirunit. Ky dekori në fakt më ka mbetur tradit nga mamaja, ajo e bënte gjithmonë kështu para se ta vendoste për të pjekur. Dhe do ta vëmë në furrë. Furra duhet jetë në 200 gradë, do ta pjekim 25 deri në 30 minuta. Gjithsesi, e shikoni vetë me sy, kur të ketë marrë këtë ngjyrën e bukur, kulaçin e keni gati për ta bërë përshesh. E lëm të ftohet pak para se ta thërmojmë. Unë preferoj që përsheshin ta përgatis një natë para dhe ta lë të thahet në temperaturë ambienti, po kjo varet nga preferencat tuaja. Përsheshit për shembull, unë preferoj që t'i shtoj edhe arra të grira dhe mëndër ose dhjozëm, i jep një shije të veçantë. Nëse keni gjeldeti bio, përsheshin mund ta bëni me gjeldeti dhe del super. Por në pamundësi për të gjetur një gjeldeti të mirë këtu ku jetoj, unë preferoj që ta bëj me ros. Rosat këtu kanë shije shumë të mirë dhe i gjen në çdo supermarket. Fillimisht pastrojmë rosën, e lajm dhe më pas do ta vëmë në një tenxhere për të zier. Për t'i shtuar shijen lëngut, në tenxhere kemi hedhur qep, karrota, selino, gjethet fine, piper të zi dhe krip. Do ta ziejmë për gjysmë ore dhe gjatë kësaj kohe përgatisim qepën. 3 kokra qep mesatare, do t'i grim në kubik të vegjël dhe do t'i fërgojmë pak me vaj ulliri ose gjallë. Kripën e shtojmë që në fillim, kjo bën që qepa të skuqet ngadalë dhe me lëngun e vet. Qepa është mirë që të skuqet gjithmonë ngadalë dhe mos të rëmbehet, për arsye sepse nuk na duket mirë kur të hidhet tek përsheshi. Unë kam shtuar edhe të brendshmet e rosës që i japin lëngut një shije akoma edhe më të veçantë. Rosën e kullojmë nga lëngu, i shtojmë pak krip, piper të zi, vaj ulliri dhe do ta vendosim në furrë me shumë pak ujë tek tava. Uji ndihmon që rosa të piqet sa më mirë duke marrë ngjyrën e bukur dhe mos të thahet në furrë. Gjatë kohës që rosa piqet, shtojmë lëngun tek qepa dhe e lëm të ziej 25 deri në 30 minuta. Dhe rosën e kemi gati në të njëjtën kohë që kemi gati edhe lëngun për ta shtuar tek përsheshi. Nëse përsheshin do ta bëni me bukë misri, mirë është që lëngu të shtohet gjithmonë i nxehtë dhe të lihet të paktën 10 deri në 15 minuta që përsheshi të regjet ashtu siç duhet. Më pas vendosim rosën dhe përsheshin e kemi gati ta shijojmë familjarisht. Ju bëft mirë nëse do ta provoni këtë recetë.